Dhe çfarë kërkon ti tashmë më tej për të parë te kjo protestë? Po, unë u ktheva sa po munda dhe qëndrova aq shumë sa munda në Tiranë dhe po e kam mbështetur dhe vazhdoj ta mbështes në çdo aspekt të vetin. Fakti që kjo protestë është kaq masive ende në ditën e 20 dhe që ende ne jemi në pamundësi për të parashikuar sa do të zgjas, është fakt që flet vet. Kjo është kthyer në një lëvizje që tashmë ka shënjuar. Problemi i madh është që unë vazhdoj të dëgjoj kjo protestë që nga gjeneza e saj u njoh me sulme nga më të ndryshmet. Këto sulme vazhdojnë të mos ndalojnë edhe jo vetëm nga qeveria, sepse kjo pritej. Fakti që qeveria përpiqet të delegjitimojë protestues, qytetarë të tjerë, nuk është ndoshta ajo që ne do të dëshironim, por pritej si mënyrë procedimi, por e shoh edhe nga personalitetet të ndryshme një tendencë për ta reduktuar ndoshta në fjalimet e mbajtura, pse qytetarët shprehen në një formë dhe jo në një tjetër, apo në pankarta specifike të cilat i konsiderojnë jo të përshtatshme etj. Është një reduktim i kotë, sepse kjo është një protestë qytetare, është një protestë qytetare dhe mobilizim që ne nuk e kemi parë ndonjëherë, kjo është thënë disa herë. Dhe kjo protestë sot, sigurisht ne flasim dhe është diskutimi i madh se çfarë do të ndodh me protestën. Dhe unë mendoj që vetë ata që e kritikojnë kaq shumë provojnë rëndësinë dhe impaktin e pakundërshtueshëm që kjo protestë ka ndërkohë. Që do të thotë, është një protestë e cila është transformuar në lëvizje masive që ka për qëllim, për mendimin tim, të ndryshojë gjithë të sistemin e besimit vleror, kulturor, që është e bazuar në gjithë të strukturën e informalitetit të cilët ju po shpjegoni në studio pak më përpara, por që është legjitimuar një farsoj status quo-ja nga mos reagimi qytetar, sepse sigurisht qytetarët e konsideruar që janë në pamundësi për të vepruar dhe që mendësia edhe e të tjerëve është e tillë. Pra ka një lloj pranimi të përgjithshëm shoqëror në Shqipëri. Kjo protestë provoi që nuk është kështu fare, që ka mira njerëz që duan ta ndryshojnë këtë lloj sistemi në mënyrën e vet. Ky është një proces që për mua do të jetë i gjatë në kohë. Ndoshta sigurisht njerëzit po kërkojnë gjatë. Çfarë ke në mendje kur thua do të jetë i gjatë në kohë? Për sa kohë është një ndryshim, për mua shënjon edhe një formë ndryshimi mentaliteti. Pra sistemi përtej thjesht lëvizjes së qeverisë aktuale apo jo, sepse ne e dimë që kjo qeveri i ka rrënjët shumë të thella dhe i ka strukturat shumë të fuqishme për momentin, por ka ndryshuar mendësia, që do të thotë edhe strukturat dhe ajo që ne do të presim, pra ekziston në Shqipëri gjithsesi një përqindje e konsiderueshme qytetarësh të cilët mbështesin njëri tjetrin dhe tregojnë se këtë sistem nuk e duan më. Dhe mendoj që kjo do të shfaqet edhe nëpër struktura. Dhe sot, në ditën e 20 të saj, unë mendoj që japim ndoshta tepër pesh protestës në kuptimin e po tani çfarë do të sjell, nuk i takon protestës të sjell asgjë. Protesta sjell lëvizje, protesta atë që mund të sillte e ka sjell ndërkohë dhe është e jashtëzakonshme. Tashmë i takon aktorëve të ndryshëm, atyre që mund të propozojnë diçka, që kanë një ide më tepër për platforma që mund të ngrihen dhe për ndoshta zgjedhje të mundshme, apo qoftë edhe për kanë propozuar krijimin e partisë së re, kanë propozuar ndoshta përfshirjen e disa elementeve në protestë në strukturat ekzistuese të partive. Nuk e di se si kjo mund të ndodhë në këtë moment, por është tendenca për të kërkuar një ndryshim imediat të sistemit direkt mbas 20 ditësh, apo qoftë edhe një muaj, nuk e di sa mund zgjas apo më tepër. Unë shpresoj vërtet të zgjas më tepër. Në këtë këmbështrim unë mendoj që nuk i takon protestës që ta bëj këtë ndryshim. Protesta ndryshimin më të madh që mund të bënte e ka bërë dhe vetëm ajo që i takon protestës, organizatorëve, qytetarëve, pjesëmarrës është të rezistojnë. Rolandi, kolegu im këtu në studio, ka një pyetje lidhur me sistemin. Jo vetëm për juve, por e kam dëgjuar dhe në thirrje dhe të artikuluar nga njerëz tjerë që thonë ta përmbysim sistemin, ta rrëzojmë sistemin. Për çfarë konkretisht kanë ndërmend këta njerëz? Domethënë edhe ju kur flisin për rrëzim sistemin, çfarë keni ndërmend? Për cilin sistem bëhet fjalë? Nuk mendoj rrëzim sistemin në kuptimin, pra kur flitet për nuk ka më revolucion.
nuk mendoj që flasim për revolucione në kuptimin e parë të fjalës. Ato janë parulla që shërbejnë sepse këto lloj lëvizjesh janë kryesisht emocionale. Është emocioni që i bashkon, e sigurisht pjesë e saj janë edhe ndoshta parullat pak më të forta. Por ndryshimi i sistemit bëhet nëpërmjet ndoshta ndryshimit gradual të këtij informaliteti, pra fillon nga llogaridhënia, nga mënyra e qasjes, nga implementimi i frikës si fillim, sepse kjo protestë bëri edhe këtë që i detyroi politikanët që të shpreheshin, por detyroi edhe mediat të cilat ishin pak më hezituese për ta shprehur disa media, jo të gjitha, i detyroi që të përfshihen, pra detyroi edhe